Mirdita, përshëndetje dëgjuesve dashur të Radiolapit. Edhe kam rastin dhe fatin të bashkëbisedoj pikërisht me zotriun Latif Mehmeti, kryetari i shoqatës Përkor në Podijev. Autori 2 librave, Zëra nga lufta e Kosovës edhe krimet e serbëve në Llap, dhe nga apartheidi te gjenocidi i vitit 1989 deri në vitin 1999. 2 libra që me të vërtet na bëjnë historinë krenare, por të dhëmshme dhe tragjike. Dhe kështu, në periudha ndryshme, sigurisht do të shpalosim disa nga zhvillimet. Zotri Latif, mirë se erdhe. Mirë që gjej, faleminderit për ftesën. Faleminderit që ke ardhur, na ke nderuar shumë sigurisht me paraqitjen tuaj në studion e Radiolapit. Po kënaqësia është e imja që për herë të parë publikisht të shpalosi këto 2 libra, të rrëfej për punën time 25-6 vjeçare dhe për punë që kam bërë deri sa i botu këto 2 libra. Çfarë ju shtyu të mbledhni dëshmitë 88 dëshmitarëve nga lufta? Në përfundim me luftës, unë jam kontaktuar në komunë si punëtor, koordinatori fshatave lagje, një organizatë për ndihmë humanitare kishte në komunën tonë dhe ka qenë interesuar me vizitua familjet e personave të zhdukur, kryesisht në fshatra për të vërtetuar gjendjen e tyre shpirtërore, materiale dhe çështjen e banimit. Prej atëherë unë kam filluar të mbledh shënime për persona të zhdukur, mas një kohë kam filluar që të evidentoj të gjithë të vrarët në komunën e Podijevës. Kem përgatitur nga një formular dhe jo kemi dorëzuar të gjitha familjeve për të marrë shënimet drejt për drejt nga dora e tyre, nga fjalët e tyre, nga rrëfimet e tyre, duke treguar rastet, vendet dhe rrethonat ku vro familjarët e tyre. Kështu që mas disa viteve kemi arrit ta formojmë një databazë ku i kemi mbi 7500 dokumente faqes për 688 vramët në komunën tonë. Pas luftën në komunën tonë kanë qenë 84 të zhdukur, momentalisht janë 82. Arsyeja pse kam filluar të intervistoj ka qenë sepse kur unë kam filluar ta përgatitja librin e parë, Krimet në Llap, kur kam shkuar të shumë familjar, ata potencojnë se ma mire din ndonjë dikush tjetër, jo i familjes, por ndonjë person tjetër që ka qenë drejt për drejt afër vendit ku ka ndodhur masakra, apo ka qenë edhe mbijetuar masakrës. Kështu që kam filluar me intervistuar gjithë njerëzit, ku kam has, ku kam gjetë shëni, ku kam gjetë dhona dhe ku jam bind që janë dëshmitar të mbijetuar, pjesëtar të masakrave ndryshme, të arrestimeve të ndryshme, kështu që kam arrit në numër mbi 70. Kur kam shkuar numër 70, më ka shkuar mendja se prej ditës kur kanë hi forcat e NATO që kanë intervenuar në komunën tonë këtë Kosovë, prej 24 marsit deri me 19 qershor janë 88 ditë. Kështu jam përcaktuar që të gjej 88 mbijetuar dhe të intervistoj për ta bërë këtë libër që së tani që publikua. Të përgëzoj për këtë libër që keni natyrisht botuar dhe është me rëndësime të vërtet për këto shënime që i keni mbledhur. Sa vështirë ishte emocionalisht të dëgjoni dhe përpunoni këto rrëfime? Nuk ka qenë punë e lehtë, në disa raste familjarët kanë hetizuar të dhanë intervista, nuk kanë qenë gjendje të kthehen të kaluarës, edhe të përjetojnë ato dhimbje që kanë përjetuar para 20 disa viteve. Në disa raste kam qenë obliguar që përmes familjarëve ndryshme të bëj presion pozitiv në ato familje për me dhënë intervista. Intervistat kanë qenë mjaft trona, po tregoj kryesisht gjendja femnore kanë qenë shumë trona. Besoj unë shpesh kur e kam kryer intervistën den shpesh do çajt kam marrë. Kur kem dëgjuar familjarët, kur e kam pa fëmijën, nonën, babën, vllahun, duke i prek koka, kjo ka qenë të mrekullueshme. I kem 4-5 raste në këtë libër ku familjarë, fëmijë, gra kanë qenë me ta edhe kanë pa familjarën kur ju ka prek koka, kur ja kanë pihek gjymtyrë të trupit. Kjo është të merr për një njeriu. A ka ndonjë histori që ju ka prekur më shumë personalisht? Po, personalisht më shumë kam prekur këto
nënat kur rrëfejnë për fëmijën e tyne. Kemi në Grashtic, kemi në Llukar, kemi në qytet në Podiv, kur e kam po familjarën pa kokë. Edhe jo ma lartë se 4-5 metra, veç në unë në kundër të rrugës. Këto e rrëfime rësese, rrëfime që nuk më një me përshkuj njeriu. Në të gjitha këto rrëfime, të rrëfime që janë këtë libër, lexuesi do të gjenë diçka që kur opinion se kanë dëgjuar. Sepse kanë hetizuar familjarë ta thënë për para desë interesuar, nuk e kanë treguar të vërtetën kur çfarë kanë ndodhur. Tani në këtë libër çdo lexues do të gjenë diçka të çdo i interesuar që publiku se kanë dëgjuar kur. Se krimet të shtirë me zbulu kretë, krime shtime shënuar. Kjo libri ka 345 faqe. Libra tjetër cila pritet të dalë nga botimi me 3-4 ditë ka 540 faqe. Mirë po, për çdo ditë, se ato në mënyrë kronologjike këmë shku në libër, njeriu mund ta shkruajë një libër. Krimet që kanë ndodhur në Llapin Kont janë të pa publikuar me kërkon. Publiku nuk i ndej krimet që kanë ndodhur. Edhe pse ka shkuar 27 vite, tash ka filluar një harres. Për atë edhe besoj që këto libra do ta gjejnë vendin e merituar të lexuesit. Zotri Latif, cilat kanë qenë rastet më të rënda të cilat janë përjetuar nga kombi shqiptar pikërisht në Llap? Ato raste të cilat janë përmendur disa herë, ndoshta janë thënë, diku nuk janë thënë fare, siç po thoni edhe ju, edhe nuk janë ndriçuar ndoshta siç duhet, apo edhe kjo vlen të përmendet nga ju pasi ju vërtet keni hulumtuar shumë. Për çka ju përgëzoj? Sepse rastet janë të rënda. Që të jetë publiku sa më informuar, unë e kam evidentuar 32 masakra në komunën e Podivës, për të cilët besoj që në sipas mundësive do ta përgatitin një libër shumë shpejt. Sepse kam materialin, vetëm mungojnë fotografitë nga vendi ku ka ndodhur masakra. Në këto masakra 39 fëmijë vro. Kjo është të merë. Edhe i vro diku 45 gra. Kemë familje me 8 antarë, 7 antarë, 6 antarë të vromë në këto masakra. Unë kam lexuar shumë shpesh edhe ngjarje të tilla të cilat me të vërtetë ju i keni shpjeguar, i keni rrëfyer, i keni shkruar. Janë raste të shumta, do thosha, rasti Bugujese, rasti pastaj kemi në rasti Bugujese, rasti Dorezve, rasti Sediu, rasti në shkollën e Zhetisë, ku oficer me komandë ushtarake kanë ekzekutuar njerëzit, me komandë, e kanë rreshtuar dhe me komandë, i kanë komanduar ushtarët me ekzekutuar njerëzit. I kemi 2 masakra të mërshme në pëpu, njënën avionët të bombarduar sërbë, kanë granatuar në 2 lagje, kanë vro fëmija, kanë vro njerëz, kanë plagos 30 vetë, pastaj aty në pëpu tjetër, kemi rastet 2 kemi në Shamallok, në Lladas, kemi rastin në masakër këtu në rrugën për Shajkos me 29 mars, kemi në Tërnov, në Bellëpoj, në 2-3, në Koliç, 5 masakra në Koliç, me 18-19, në vende ndryshme. Nuk kanë ndodhur në vend, po në vende ndryshme kanë ndodhur aty. Që sërbët me granata ndryshme, me mjete ndryshme kanë shtin popullin, mas kanë gjuar, me qindrat plagosur. Kemi në vende që të topi në Radoshes. Të topi në Koliç. Koliç, Radoshes. Kemi në Radoshes. Kemi në Llukar 2 masakra, në Makovs 1. Kemi 2 në Grashtic, njënë të shëtëorja, njënë të guri keq që thujnë. Këto e masakrat më, që kanë ndërë këtë mund tërnë. Kemi masakra, atë ku e përmenë të Bugujese, në ditën e me 28 mars. 5 masakra në qytet kanë ndërë nga njësi të ndryshme. Jo një nga njësi. Se të Dorezve të Bugujese ka qenë Shkopion, ato djetë. Në tijat kanë qenë tijat njësi. Në qytet njëtën kohë, gatit njëtën të një të organizume kanë ndodhur këto masakra. E ke masakra me 25 në për të bronz, i kanë sos kufumat. Edhe sot nuk dihen për 2 trupa tyne. Rastit e Apollonia aty, pastaj... Po, aja kanë ndodhur me 28. 28. Po, i di ata në libër shkon, në rrëfime që kom bom në shumë të rrëfes,
shumë të intervistuaj për merën stërmema, që kanë njërë. Mes në tyne edhe në të islesna që kanë hinë në shpe, kanë shti me armë automatike në banor, për merën me emna sërbë lokal që i kanë njërët. Të rruga e Kërpemjeve, të ashtë të rrethi që është, aty ka ndodhën aty vrasja? I pari që vranë qytet është vra aty gjata, prej aty ai prizgaveri mjeti ushtarak, ka inë në rrugën për e bronç, e ka taku një traktor me një 30 banor, 5-6 moshë, njënë ka qenë fëmi, i kanë ekzekutuar dhe i kanë djeg në një sonë kretë. Ashtë vrara të Gjavaher Gashi? Gjavaher Gashi. Për këtë trupave të njerëzve, një rripi pantëllë një pijes, një fragment u gjetja tjerë. Pra, 2 trupa tyne nuk dijen, hala nuk në gjetë nuk dijet ku kanë përfunduar trupat e djegur. Këtu edhe shumë masoka tjera nuk jënë përmenë kur desët, nuk i njohin njerëzit. Nëse, po të mos shkruat dikush, sikur që në këto libra, gjeneratët e reja i harrojnë shpejt. Nuk e din çka kanë do, nuk e din çfarë të mirë ka qenë këtu në luftën tonë. A ka qenë vetëm forca sërbe, ka pasë mercenarët, për shumë? Unë në librën të mia kryesisht ju them forcat shtetërore sërbe. Sa ato i ka realizuar shtetin. Edhe mercenarët, edhe paramilitarët, edhe policinë, edhe ushtrin janë njësi shtetënore. Shkëpjan shteti ka pru në podijë, nuk i ka pru dikush privat marrë me vraku, po ata në një të organizume, edhe si pas dëshmitarëve, këto njësi jenë të bu para kuvendit komunal, ku tash komune e vjetë që ka qenë, edhe i kanë nërnu me bukrime në të vendet ku dhe kanë dojë krimet. Kretë ka qenë njështë, krimet që kanë dojë me 28-in, ka qenë si pretekst me i largu banorët për qyteti, se nuk i larguar. Në atë natë mbromjet, qyteti është prarë, me 1000 banorë në 2 drejtime, njënën ka Brecalit, njënën këtu për Shajkovc, Urtësorus, ku jemi në që studium, ka ndalë në Ballëv, se për Shajkovc, me 1000 banorë, natën jenë largu me 28 për qytetit. Me 29 ka ndodhur masakra 2 të rruga këtu për Shajkovc, edhe aty kanë gjuar me autoblindë, i kanë vrarë 50. Në natën, kur ka filluar bombardimet e natës, kundër forca sërbo, slave, ka pas vrasje dhunë, ka pas gjithçka. Bombardimet ka filluar mbrëmje, duke kohëranon, neset ka filluar, ka dalë një pizgaver, mjet ushtarak, luftarak, me një pushkometrolez, ka dalë prej tash ku motel Besiona ku ka qenë, se aty ka qenë stacioni policisë. Ata kanë shandruar atë në stacion policisë, edhe ka filluar me vrarë rrugës në për qytet. E ka vrarë zotin Shala me një bukë ndorë ku ka vjenë. Ka vrarë në për qytet ku kanë takue. Kanë marrë 2-3 në për qytet e kanë qenë rrugën Ramo Bronça, ku kanë sos ata që aty kanë ekzekutuar. Mas dite. Ajo rruga Ramo Bronça ka qenë si vendi krimit me 25 mars. Aty tash flasim për shembull në fillim janë vrarë njerëzit, popullata apo në fillim është djegur apo janë djegur shtëpit. Që për me shti popullat me shtëpit e veta. So forcat për kanë filluar me krime. Për shembull prej Dumnicës, me 22-23 mars, ende pa fillu bombardimet e natës, ushtria sërbe ka hi prej për Pellaci, për Dumnicë e Llahush, edhe e ka njësh popullatën. Kanë sos shtëpia me qëllim që me ik popullata. Kanë fillu me gjuhë me armë, në për shtëpia deri te fabrika armaturës. Me qëllim që popullata të largohet. Pastaj kanë fillu 2 ditë kanë qenë maqeta, 26-27, me 28 kanë fillu krimet më të mëdha në komunën tonë, që i thamë më herët, kanë ndodhur 5 masakra të mëdha në qytet. Dhe pak janë zbarë dhe raste, domethënë në shumë pak është shkruar, është vlerësuar si ka ndodhur, mirë po, kjo për shembull si thatë mund të harrohet, kështu që librat janë ato që dokumentojnë, rrëfimet janë dëshmitarëve. Këto janë me rëndësi. Rrëfimet dëshmitojnë autentike, nuk i kemi marrë për dikujt tjetër. As për të vrarë nuk i kemi marrë për dikujt tjetër, po drejt për drejt prej familjes, prej babës, nënës, vëlla. Familja ka mbush në formular
Edhe i ka treguar rrethonat e vrasjes, zhdukje, zgjetjes kufuma, se shumë trupa e nxjet mas luftës, kemi edhe 42 që nxjet hala. Këto krejt janë shënime autentike për familjeve, burimet që të dorës parë. Si është verifikuar saktësia e dëshmive në liber, domethënë, në bazë të dëshmitarëve familjarë, apo? Çdo familje ja kemi dorëzuar formularin, e ka mund. Si thamë fillim, po. Edhe ne ka dhënë familja kush ka pas mundësi ka një fotografi. Pavarësisht a ka qenë e dëmtuar ajo, kush ka që nuk ju ka sos shtëpia, i ka marrë një fotografi, ne ka dhënë, ja kanë nxit fotografisë. Ato kena marrë me datëlindje, me të na shënimet personale të personit vrom, edhe rrethonat e vrasjes për të ati person. Çfarë porosie doni të përcjellni breza të ri përmes këtij librit parë? Po është deri tash është punu pak për zbarën e fatit. Po. Është punu pak për informimin e brezit të ri për krimet e luftës në vëllai. Unë besoj që rinia shumë pak dhe sa çka ka ndodhur. Me përjashtim aty në ato familje ku ju ka vrarë dikush. Se ata që nuk kanë përjetuar dhunë, nuk kanë përjetuar krime, nuk kanë përjetuar vrasje në luftë, ata ma pak dinë edhe familje, edhe nxënësat, edhe ma familjarë ma pak interesant. Pak është punuar shumë, jo veç komunën tonë, po në krejt Kosovë, ku ende na 27 ditë po përfundoi lufta, nuk e kemi një regjistër unik, nuk e dim sa persona e vranë Kosovë. Thirrën me dashënimet një shoqate nga Serbia, ajo me presionet tona. E diçka ndodhe para një javë ditë tash në shesh në Prishtinë. Dhe sa rrezikohet të harrohet e vërteta e luftës pa dokumentime të tilla? Nëse nuk dokumentojmë na, nëse nuk punojmë shumë a shumë, do të harrohet tërësisht. Rrezik më barazu me kriminalet. Dhe nga komuna jonë, vetëm për 2 familje ka pas gjykim. Familje Duriçi Bugujevci, edhe apo familje ty në Maljoku, Agi Maljoku. Tja s'ka pas. Sërbët, mbi 340 akt akuza e kanë ngritë në komunë në gjykat për dëmet luftës. Në gjykat në Podijet. Për dëmet luftës. Ne shqiptarët nuk e ngritë asnjë akt akuzë për një dëvrim. Kohëve të fundit të dorën zemër, unë bashkëpunim me policinë e krimit luftës shumë bashkëpunim. Nashtë kam kontakte javore, më vesën për gjëra ndryshme, është u punu shumë, po ka shku një kohë mjaft e gjatë. Sigurisht e nevonuar për disa gjëra. Shumë. A mendoni se këto rrëfime mund të ndihmojnë në drejtësi? Po me siguri. Për arsye se shumë njerëz që kam intervistuar përmenden me emrin e mbiemrin në serb lokal, policë, ushtarak, edhe janë këtu në libra edhe besoj që do të shfrytëzohen, kanë me shfrytëzuar për dëshmi në për gjykata ndryshme për krimet e luftës vëlla. Dhe vërtet këto materiale janë shumë nevojshme, të cilat do ta kenë përparësinë e vet që më lehtë të gjejnë autorët vrasësit, pra që kanë bërë gjenocidin, kanë bërë masakrat në vendin tonë nga ana e Serbisë. Është interesant, shumë familjarë që kam intervistuar, në kohën vetë ju, nuk po punojnë institucionet se s'po na pyetin nese shumë lehtë me gjetë ekzekutorin. Shumë lehtë. Unë është rasti për në lagjen Shamallok familjen Sediu që kanë ekzekutuar, një intervistuar kësaj familje thotë lehtë është. Ai di që në shtëpi ku na ka qenë komanda Mballavc. Ata e kanë komanduar, ata janë ardhur, ata na kanë rrethuar aty edhe përmendin edhe sot lokal që ka qenë me ta aty. Po, dhe gjithë ky libër, për të parin po flasim ende. Për shembull, kush ju ka ndihmuar në mënyrë materiale, pastaj redaktor, recensore? Po e tregoj, unë s'kam pas ide me shkruaj libër. Po. Për mua me shkruaj një libër ka qenë diçka pa imagjinueshme. Materialin e kam pa përgatit, material kam shumë, mjaft, kam mbi 7000 faqe, këtë kam sistematizuar për çdo të vrame, kam një dosje ndomas. Foldera. Edhe në elektronike kam pas filluar me shkruar në web faqen time në Facebook këto data të rëndësishme. Ku prej 24 të çka ka ndodhur në komunën e Podijës, me çdo datë sa vrasje mbo sa janë vrasë, sa krime. Profesor Behar Zogjani më thret në telefon. Thotë latët mos hub kohë,
këtu po bëni një libër, jo profesorës ideska për libër, as poet, as historian, as jurist, s'ka rëndësi argumentet flasin. Thot vazhdo, thot, unë e master jam. Edhe aty kom vazhdo me punue, me tem kom kontakt, vazhdoshëm, jem ranë kontakt me profesor Durim Abdullah, profesor në fakultet juridik edhe në histori, cili jep lëndën e krimit lutës, në kontaktet rregullta me ta, kom pyet për gjithçka dhe mbi 2 vite gjysmë gati 3, më kanë shkuar deri kom përgatit të 2 libra. Një kohë gjatë e mundimshme, por sigurisht ka dalë në dritë në sipërfaqe gjëra të cilat nuk i kanë ditur opinioni apo kombi ju në përgjithësi. Shumë e gjatë, shumë e mundishme, kom pas shumë stres, duke kom pas frikë mos po bëj gabime. Shumë familje, një herë, 2, 3 herë kom kontaktuar me vërtetuar gjërat që kisha dyshimta. Edhe në librin parathënien në fund e kom kruar falë gjithë atyre që ndoshta në ndonjë mënyrë dikush ka mbeti jashtë librit. Apo një masakër, apo një krim që u dosh me shkruar, ka mbet jashtë librit. Jo me qëllim që kom lënë unë, po është komuna jo shumë e madhe. Është komuna më e madhe me territor në Kosovë. Ka ndodhur shumë krime, shumë vrasje. Kush nuk besoj që këtu të na janë vrarë 683 veta. Në për male, në për kasin vrarë. Edhe vetë ty mund më shku në gabim, po besoj që në ribotim çdo gabim do ta përmirësojmë. Pra në studio kemi zotrimin Latif Mehmeti, kryetari i shoqatës Përkur në Podi, po bisedojmë për 2 librat. Njëra tashmë është përuruar, ka dalë, tjetrën po e presim shumë shpejt. Zërët nga lufta e Kosovës dhe krimet serbe në Lap nga apartheidi te genocidi nga viti 1989 deri në vitin 1999. Lufta e tmerrshme shkatroi gjithçka para vetes. Lufta asnjëherë mirë nuk sjell. Ajo është e vërtet. Tash flasim me zotrin Latif për librin e dytë, krimet serbe në Lap nga apartheidi te genocidi. Pse keni zgjedhur të paraqisni, do thotë nga viti 1989 deri në vitin 1999. Këtë periudhë si një kronologji të veçantë. Po këtë periudhë unë e kompletuar vetë, jemi qasoj moshe që di edhe kom pas dhona ma shumë. Kemi filluar prej ndryshimeve kushtetuese, me ndryshimet kushtetuese apo që kanë kushtetuta e tankëve, ndryshimet kushtetutës tankëve kanë quajtur. Në komunë e Podjes kanë filluar protestat e rinis, kanë filluar vrasjet, nesër me vra, mas 2 ditë janë arrestuar intelektualët e Kosovës, në mes tyre kanë qenë 8 Lapit. Pastaj mos atë në stacion e policisë Podje kanë larguar policisë shqiptar, helmimi në zonësave në për shkolla, mosat e dhënshme në në administratën komunale, mosat e dhënshme në të gjitha organizatat punuese, ndrimet e emërtimeve të rrugëve vetëm Cirilis, ofenziva që ka qenë ngjashme me familja Demjashari, vetëm për mosat vrasje me vogël në Pollat që kanë ndodhur, se me helikopter kanë shkuar me tanke. Pastaj Serbët kanë pa filluar me pruar, po kanë pruar refugjat, gjithë e dim, prej luftës Kroacisë i kanë pa mu shkollat ku i kanë larguar në zonësa shqiptar, prej Serbie me autobus i kanë pruar në zonësa sërb për me shtinë në për shkollat ku i kanë larguar shqiptar, këtë punëtorët të administratës për Serbie i kanë pruar këtë, çdo 4 muaj, shteti sërb ka pruar policë financiar prej Serbie me autobus, edhe kanë plaçkit të gjitha firma shqiptare këtu e Podjes, ato që ka qenë takse veçantë, se njerëz po harrojnë shpejt. Një certifikat të lindjes në pacientë nxjerr 10 dinar plus 5 dinar kena paguar për kishën që u ndërtuan në kompleksin e Universitetit Prishtinës. Këto njerëz këtu po harrojnë. Pastaj ka qenë ofenziva në Dobraten me 15-16-17, aksioni armëve, mbytja në stacion policisë. Në Podje kem 4-5 raste. Me 9 janar, ushtria sërbe ka hynë në fshatin Peran, i kanë zonë rëbë në 5-60 gradë fëmijë, i kanë ekzekutuar 2-3 në bërë sërbe. Rasti i Trnavës?
Rasti Tërnovës ka ndodhur me 22 mars. Ata në Dobratinit kanë qenë, jo kanë sot shtëpi në Dobratin me 15 shtator 98, edhe në shku të dojtë e vetë në Tërnovë. Forca sërbe kanë granatuar fshatin Tërnovë, ata kanë dalë me ikë, nuk ka ditë, e kanë fëmijë 3, edhe rrugës tu ka luar një granatë ka rojë, ka shkatruar familje komplet, 2 ka vroven, 2 fëmijë, në 3-4 ka lëndu e jemi në pasojë një masakre pa parë konat. Sa janë të dokumentuara rastet e përmendura dhe cilat janë burimet kryesore? I përmendën disa burimet të cilat janë kryesore nga familjarët që nga libra e parë, pastaj edhe te libri i dytë, do të na thuash? Po, familjarët e dëshmitarët. Pa dëshmitarë, shumë familjarë. Nuk e kam po familjarën e ty në kurëvra, po masakrua, por ata më kanë preferu mu të bisedoj me dikën me një dëshmitarë. Është interesant. Disa familje, kur i këmë intervistue, kanë qenë vetëm familjarë. Masa nenaj, familjarë ti më kam pyet çka tha. Do thotë familjet me zvetë nuk janë gjendje me bisedu këtë krime që kanë ndodhur familje. Familjarët me zvete nuk i bisedojnë krime që kanë ndodhur familje. A ka ende raste të pahetuara që kërkojnë drejtësi? Po dhja? Me këtë rast, nga libri i dytë. Po dy rastin hetu dhe që tash që ndonë gjë. Me siguri policia ka rastet që shtu hetu, unë i dishëm, po për me arrestu, me denua në komune po dhja, pos për 2 raste, që ato që përmenë më herë tja nuk ka. Po, si e shihni rolin e institucioneve në zbardhjen e këtyre krimeve? Vetëm 2 raste do më thonë janë ato. Raste tjera kanë mbetur ashtu siç kanë mbetur. Po zbardhur, pa shkuar pikërisht në për gjykata. 27 ditë kanë kaluar. Kur kun filluan me shku këtë libër, në këtë libër me zëranka lufta e Kosovës, që këm intervistuar, 4 kanë vdek me në këra, më kupton? Do thotë dëshmitar kanë vdek shumë. Shumë kanë vdek dëshmitar. Është problem se dhe me zënë i sërbë mja dëshmu që ke bukrime. Rinja së mënja dëshmën, ata njerës për vdesin. Edhe pse dinkohet fund është të punu policia për krimet lufte shumë ma shumë, ka një numër matë matë policëve, për po ka qenë numër simbolik. Ku me të regu, 2 policë në kom për çdo krejtë Kosovën. Dhe në kom të punu po dhjevë diçka, edhe më kujtohet i thërë me telefon, hajtë me shkon me Travicë, e lang të rasën, dhe me shkon me 2 policë. Ta shkon numër shumë matë madhë, çdo herë unë kërë kom një, për që është çdo sot me thi, sot vi, qatë ka pyesin, jemi në kontakt për dëshëm me ta. Ke pas rastin për shumë post institucionet tona, natyrisht ato ndërkombëtare që vërtet edhe shpesh ndërsa janarët kanë pyetur. Keni raste për shumë? Shqyqa me këto ndërkombëtarët kemi me komision ndërkombëtar personal zhdukur. Por jo, keni pas në zyrën tuaj për shumë për të arë për të diskutuar diçka, për shtjelluar diçka, për pyetur. Kemi kontakte të rregullta, kemi komision ndërkombëtar personal zhdukur. Ky që kush ndërkombëtar që është si burimi kryesor për këtë çështje, i cili ka inicuar spari e ka përpiluar ekzistin e çdodhve. Mirë, po këto nuk merren me padi. Këta nuk merren me padi. Mirë, kush është dashur që padin ta dërgojnë në gjykata? Deri në 2008 ka qenë Euleksi. Masa ne institutë tona. Euleksi tash i monitoron zhvarrimet, i monitoron këtu, por nuk është vendimars. Vendimarsin, prokuror tonë, policia jonë. Është interesant, unë në libri kumë cek, që do 3 kompe që kanë qenë po dhjevë. Shumë pak ka njohuri për të njerëzit. Profesor Dorin Abdullaj për herë parë për me e kanë dëgjua, që ka pas kamp me të hi, mbari leve dhe me të hi. E në shajkas. Një prokuror që këmë bisedu për kampe, më thotë, për çdo kamp, dukush u kundu me onë për institucionet përgjithësi, se kompet i kanë formu institucionet. Kompet në bareleo konë të merë, kanë jetuar njerëzit në kushet mjerueshme, aty ka pas dhënime, sistematike. A ka pas dhënime në tjera vende vetëm bareleo? Ka pas edhe të kupon kam bareleo, ka pas edhe në kam bareleo, se ka pas edhe të kufizuar vend në lëvizjes. Keni pas për shumë informata njohuri që edhe në podjev ka pas?
Kem pas në përri, kem pas në qitë lagjën ku jemi qëtash. Na qëtash momentalisht. Ka pas donime? Kem pas një hëri, kem pas Podije, kem pas në Turkish, kem pas në fshat manat për bijesh kanë e naltë, kem pas në Kalic. A mund të konsiderohet kjo vepër si një dëshmi për historinë dhe gjykatat ndërkombëtare? Pa gjykata ndërkombëtare nuk po besoj se po bëjnë tash me çështjen e krimeve serbe të na shumë. Po kjo do të jetë një dëshmi për gjykatat e tona, gjykatat e Kosovës. A kam punuar mjaft këto gjykata apo institucionet tona që vërtet të ndryshojnë të rastet? Shumë pak kanë ndiku, shumë pak dhe që tash kanë filluar. Unë besoj edhe do të bëj përpjekje kam edhe premtime për njerëz, po sugjerime për njerëz që njëjë që këtë libër me përkthyer në gjuhën angleze. Edhe filmet. Se të filmet si ka bën Kosovë kërkush ale. Je një njeriu i parë. I parë. Këto jo me lënë vetëm në gjuhën shqipe, na lexojnë shumë njerëz, po me na shpërndohen për ta përktheni. Po me përkthyer edhe me ditë njerëz çka ka ndodhur në komunën e Podijevës. Pak kemi punuar në Podijevë, për ta tregoj drejtën. Pak kemi punuar duke filluar prej komandantit Adem Zahir Peaziti. Unë nuk kemi kënaqur me misionet e komunës Podijevës që kanë bërë mjaft për Zahir Peazitin. Figura e Zahir Peazitit nuk është e ndriçuar me sa duhet sipas meje. Është shumë e vërtetë është. Shumë duhet punohet. Ka ende shumë për të folur. Nuk është po në stadium me janë gjitha në shkolla në rrugë e Amnetinaj. Të lëm emrin dhe të lëm. Po shumë më bon. Pse mos më bëni film për Zahir Peazitin, komuna Podijevës me çka më dhon 500.000 €, 1 milion € nuk janë shumë. I dhon për gjëra që s'janë më rëndësi fare. I jep me një trua, sipas me ka qenë truni i UÇK-s Zahir Peaziti. Po, pra. Ma shumë për respektojnë në emisionin ku do të Gjakovës, që kur ka orë për Shqipëni në familjen e tyre se sa ne këtu. Është interesant atë luftës, por rikthehemi tash aty kur ishim ne dëshmitar. Ishim për shembull prej fshatra kemi shkuar pastaj në 40 kolegje, pastaj duke na shpërngulit, duke na bërë drosni, duke gjuajtur me granata në pjesë kështu me radhë. Shkojmë radhas deri në Prishtinë, për shembull. Në Prishtinë aty në vende ku qëndroshëm në shtëpi ne, aty ishte problematike, çdo ditë për shembull vinin policia, ushtria serbe dhe kishim vërtet presion drosni jashtëzakonisht të madhe. I kërkonin letëreftimet. Edhe kjo ka qenë po tregoj, kretën të evidentume, ju i kanë kthyer në Shajkas pa. I kanë kthyer në Shajkas. Po, i kanë zonë për shtëpia, ata kush kanë mujt më ndo prej kolonës, kanë hyrë për Prishtinë. Po kanë shku policia në për shtëpia, edhe